Ndërsa po diskutohet për një marrëveshje dypalqe mes Shqipërisë dhe Serbisë për hapjen e 2 konsullatave të reja, një konsullat shqiptar në Bujanoc dhe ajo serbe në qytetin e Shkodrës, me qëllim lehtësimin e marrëdhënieve dhe shërbimeve konsullore në terren e reagimit qytetarëve shkodran, është mjaft i ftohtë të pyetur rreth këtij zhvillimi. Qytetarët e Shkodrës shprehen të painteresuar për ta vendosja një konsullate serbe në qytetin e tyre nuk përbën ndonjë temë rëndësi të veçantë apo shqetësim ditor, duke u shprehur asnjënës si pro ashtu dhe kundër këtij hapi. Nuk jam i interesuar hiç për atë punë. S'merrem me atë punë hiç. Si qytetar s'kam as pro as kundër. Me të thënë drejtën e shpirtit, ajo konsullata serbe me shku punë të mirë, në rregull, po duket se s'po shohim gjë për smajt, s'po merren në vesh. E mirë se cilin punë vetë, ma vojnë me lanë kohë punëve, më rregullu ke punë ma mirë, ma me nënkry. Nuk të ka anë të mirë, unë për vetis nuk kam në interes, sepse unë i kam të 2 fëmijë i kam jashtë. Konsullata si të më hapë Shkodër? Po Shkodër. Ai me shiko nevoj me zgjidhja probleme tjera, ma mirë se kuzhan, se konsullata. Që digja me thënë ma tepër? Nuk kam informacion të shpa një gjej bile. Gjëja pozitive është hapja konsullatës. Lehtëson shërbimet e popullit qytetarëve, nëse hapet për atë punë. Marrëveshja parashikon që konsullata shqiptare në Bujanoc të shërbej komunitetit shqiptar në Luginin e Preshevës, ndërsa ajo serbe në Shkodër komunitetit dhe interesave diplomatike të Serbisë. Megjithatë, përtej diplomacisë zyrtare në përditshmërinë e Shkodrës, kjo ngjarje po kalon pa ndonjë vëmendje apo debat të madh publik.